Kiara Tito dhe Luizi Elli janë një çift shumë i përfolur në showbizin shqiptar. Lidhja e tyre u formua gjatë kohës që ishin brenda shtëpisë së famshme dhe tani më ata janë prindër të një vajze. Në ditëlindjen e parë të vajzës së tyre, Luna Marie Elli, Kiara Tito ka ndarë për herë të parë me ndjekësit momentin e rindjes. Një video prekse që ktheu pas kohën në ditën më të rëndësishme të jetës së saj dhe të Luizi Ellit. Pamjet e publikuara në Instagram janë një rrëfim i sinqert dhe i ndjerë atyre sekondave të para kur Luna erdhi në jetë. Në video shikohet edhe Luizi i përlotur, teksa mban për herë të parë vajzën në krah, një moment që flet më shumë se çdo fjalë. Në këtë çast, dali koha dhe nisi përjetësia jon kur erdhe ti Luna Marie Elli, shkruan Kiara Tito, një kujtim i paharrueshëm, një dashuri që vetëm rritet. Ishte përshkrimi që Kiara Tito kishte lënë për bri videos, që me pamjet e saj lumturoi mira fanca. Nga ana tjetër na duhet të rikujtojmë se Kiara Tito dhe Luizi Elli janë shumë të angazhuar me projektet e tyre, si televizive, por edhe projekteve muzikore.